Duke falnderuar miqtë e Mund t'ju ai tiku kur të vjen ai mesazhi, a vdes nga brenda ta hapësh ti? A vdes ti siç vdesin gjithë shqiptarët? Ore vdesin dhe vdesin për 2 minuta pastaj, e kupton? Vdesin të hapin ato dhe vdesin për 2 sekonda. Nuk vdes hiç. Fare, sepse e di që do ndaloj çikën poshtë dhe do e hap. Kështu që nuk vdes hiç. Falenderoj miqtë e shkëlqyer të studios për të gjitha mesazhet e bukura që dhanë, Gerardin e veçantë dhe Policinë e Shtetit për gjithë përpjekjen titanike që bën me këtë popull që çdo shqiptar ka nga 1 deri në 3 kode rrugore personale. Këtë idheni poshtë si doni, po ky është fakt, idheni poshtë, më shani mua. E dyta. Shumë e vërtet. Këshill për të gjithë njerëzit që kalojnë rrugën duke mbajtur celularin në dorë, pra për këmbësorët. Të dashur njerëz që mbani celularin kur kaloni rrugën, mos harroni që në të njëjtën kohë dikush po e mban celularin brenda në makinë. Kështu që mos harroni këtë si zgjidhje. E treta, jemi në shekullin e atomit, do thoshte ai te filmi i kaluar. Makinat sot kanë sisteme frenimi dhe nuk ka nevojë të ma vësh mua që 2 kilometra përpara që ul shpejtësinë, sa e mund të ndaloj për 0.1 sekond se kanë sisteme dhe nuk mund të jetë më i njëjti kod rrugor, duhet punuar. Dhe unë duhet eci me shpejtësinë e kohës, jo me shpejtësinë e babaqemos. Ky është fakt, idheni poshtë.